Bismillahirrahmanirrahim. Është ligjërata e fundit, po mundohemi t'ja bëjmë një lloj përmbledhje e surës Hujurat. Së pari ja ju ledhina amenu, vëllezër, vlera e madhe e imanit. Kjo do të thonë e dallon njeriu, kjo e dallon besimtarin. Sa më i madh imani, sa më pesh imani, as më i madh edhe as më madhështi është edhe poseduesi i tij. Ja ju ledhina amenu. Ja ju ledhina amenu, do të thonë na thirr me atje në cila realisht asocion për dikën që është larg ose për diçka që është larg, për me e nxjerrën pa vlerën dhe peshën dhe rëndësinë e kësaj pune. La taqaddamu bayna yaday Allahi wa rasulihi. Mos dilni, mos merrni guzime, do të dilni karshi Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me mendimet e juaja, me prononcimet e juaja, ku diun, me ato parapëlqimet që i keni rreth disa gjërave, a kupton, duke u munduar pastaj këtu ti legjitimoni nëpërmjet fesë, nëpërmjet disa argumenteve të dyshimta. Jo. Në anën tjetër mos i paraprini ato adetet, zakonet, kulturat, ku diun, gjërat që i keni për dëshmëri ose i bënin për dëshmëri për shkak të rrethit, familjes, mënyrës së jetesës. Po këto bien ndesh me fenë Allahut mëndueshëm, me Kur'anin, me frymen, edhe me kontekstet e tij. Në anën tjetër, ku këto bien ndesh me urdhrat, me porositë, me jetën, me shembullin, me praktikën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi. Mos del asnjëherë domethënë për Allahut dhe pejgamberit. Është një lloj kështu, si më thon, le të themi, një lloj ligjërimi pak abstrakt, por këtu mundohet vëllazër me ngjiza, kupton. Me, sa më thon, sa më shumë me e mishnu, domethënë për brenda nesh këtë pjesë, domethënë pjesën e asaj ngjësisë që sa herë që duam të marrim një vendim, ta kemi parasysh domethënë. A është ky veprim, kjo punë dhe ky angazhim kundërshtim me Zotin edhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, praktikisht me këtë punë që po e bëj, apo i dal domethënë karshi Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, wattaqullah, keni frikë Allahut të mëndosur. Frika reale si më e stopon njeriu, e stagnon njeriu. Nuk e lejon asnjëherë domethënë që të marrë një hap tjetër. Sa kaq, është shumë i kujdesshëm. Është domethënë shumë i balancuar, është shumë i vetëdijshëm, shumë i maturuar. Është njeriu domethënë që në vazhdimsi përsjat, në vazhdimsi e logjikon, në vazhdimsi e mediton, në vazhdimsi e shoshit. Që mos i dal domethënë karshi Allahut dhe pejgamberit domethënë edhe qoftë edhe pa vetëdijës, pse nganjëherë nuk arsitohesh atë. Veçantini se je njeri i dijes, se je njeri domethënë i cili posedon ato mjetet edhe levat, a kupton, për të arritur deri ose cilat mund ta mundsojnë që të arrish deri tek e vërteta. Wattaqullaha inna Allaha samiun alim. Kur e ndërlidh me këtë pjesë që Allah i mëndueshëm dëgjon çdo gjë, është i gjëditur, ato të përcjellet mbi qyr. Padyshim domethënë ka tjera reflekse, edhe tjera ndjesi ku njeriu si më ndërlidhe premtarinë e tij kështu. A kupton, kur niset me këtë premisë, më ndryshe a kupton i logjikon gjërat. A kupton, më ndryshe përgatitet që të marr vendim. E kështu me radhë. Ja ju alladhina shef, ja nuk lejon hapësirë, nuk ka diçka tjetër. A kupton, sikur se na thon formimi o kështu, a kupton. A doni të formoheni? Kjo është rruga, a kupton. Këto janë shenjat, kjo është harta. Nëse doni formim plot, duhet kështu. Së pari Allahu dhe pejgamberi, domethënë hierarkia o dhe hetësia. Mesazhi Kur'ani, ajo si më e paprekshme. Pastaj ja ju alladhina amanu, nasin në rast praktik. La tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. A kupton, fawqa sawti an-nabi. E ngrit si më thon lart, në pjedestalet më të larta, vlerën edhe peshën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Kjo është si më thon e patikalueshme. La tarfa'u. A kupton, vetëm edhe shpreha ta jap këtë lloj, domethënë as zërin mos e ngritni. Duhet ta keni një lloj kështu vlerësimi edhe një lloj respekti të veçantë. A kupton, për shkak si më thon të vendit, për shkak të gjendjes, për shkak të situatës, për shkak të kushteve, e kishte një shtëpi shumë të vogël, në anën tjetër edhe për shkak të asaj pjesës që mos thyet, mos të bëhet zakon, domethënë që të thyet shëntria, a kupton. Ndaj, si më thon, e kishte një lloj tretmenti të veçantë, e kishte një lloj tretmenti të veçantë edhe gratë e pejgamberit, edhe bashortët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pikërisht për shkak të vlerës së pejgamberit. Andaj kur i ndodhi ajo ngjarja e shpifjes që u bë Aishës, vëllezër, ato pejgamberi sallallahu ngrit minber apo kërkoi që dikush nga sahabët domethënë t'ia marr hakun atij, duke i dalë si më thon mball, edhe duke e stopuar, kupton, duke ndalu, duke i thënë bëll më, mjaft më, kupton. Atij armiku më të madh pejgamberit me dinë, kur u prek tek nderi. Pse? Në momenti kur preket edhe
përdhoset edhe përlyhet deri pejgamberit, bie vlera dhe pesha e tij. Me automatizëm. Wala tajharu lahu bil qawli, wala tajharu, këtu la tarfa'u aswatakum. Mos ngritni zërat e këtu, wala tajharu lahu bil qawli, kur ti flisni aty flisni pak më ndryshe. Jo sikur se flisni njëri me tjetrin. An tahbata. Këtu me siguri thotë Imam Razi an tahbata, ose është për qëllim nga, domethënë është frika që nëse ju bëni kështu, fshihen punët e ju. Ose alla tahbata, ose mos e ngritni zërin në mënyrë që mos të asgjësohen, prishen, shkatërrohen edhe devalvohen punët e juaja. Wa antum la tashurun. Edhe nuk e dini ç'ka problemi. Nga një herë njeriu për shkak të diturisë që posedon nuk falet në disa gabime. Pastaj inal ladhina yaghudduna aswat, ata cilët e ulin zërin, e tregon vlerën, madhështinë e formimit edhe shëmbëtyrës së mirë që ti e trason edhe e jep edhe e shëmbëllen shoqëria këtu. Një shembull i mirë është është padyshim ai i cili nuk harrohet apo nuk shtuket, por vazhdimsinë për historisë transmetohet, e përflitet, e diskutohet, e madhështohet, edhe mbi gjitha njerëzit synojnë ta ndjekin edhe ti ngjasojnë. Ulaika alladhina imtahana Allah, shef vëzër, baja gjë një kohë gjatë deri tek ai kullimi e pastrimi edhe dëlirësimi plot. Qulubuhum littaqwa, shef littaqwa, i ka kulluar, i ka pastruar, a kupton që devotshmëria ta ketë të lehtë hyrjen edhe sistemimin edhe shpërndarjen për brenda ndjenjave, zemrës, motimeve, bindjeve të tij. Sepse realisht kur ajo shpërndahet edhe mishnohet për brenda këtyre, me këtu, po dëshim subhanallahu, ai besimtar bëhet kompakt, bëhet i pathyeshëm, bëhet shëmbëltyr për të tjerë. Andaj ne kemi thonë një mori herë që nganjëherë disa njerëz subhanallahu vetëm pamja fiziku i tij flet për të. Tregon madhështinë e brendshme që e posedon ai njeri. Inal ladhina yunadunaka, asaj flet për disa persona që vijnë nga lart, që janë edukuar, që s'kan ecur, që s'kan bashkëstruktuar, që që janë ballafaquar me ato gjëra me cilat është ballafaquar pejgamberi dhe shokët e tij të afërm. Aktharuhum la yaqilun, shumica e tyre la yaqilun, që vëllazër vlerën e logjikës, vlerën e mendjes, ne duhet të flasim mendjes. Ne duhet të krijojmë besimtarë që janë kompakt, ato të cilët kanë racionalitet, ligjërimin e tyre, të mbot kuptimet e tyre, shpjegimet e tyre, debatet e tyre, kështu më radh. Walau annahum sabaru, shef vlerën e sabrit, sigurisht ata të duranin hatta takhruju ilayma qatan. Sabra qatan non dorin pak derisa del pejgamberi alayhis salam. Dora pak qatan kalit e vetën. Jo qatan kështu me vrulla, qatan me shprehje vullgare ose me akrobacione kështu të pahishme, për shkak të padurimit, për shkak të asaj pjesës se ti si e familiarizuar, si e mësuar qatan të kesh durim apo që ti presësh të tjerët. Ana anën tjetër qatan që të presin ty të tjerët. Kjo s'është më rëndësia, nuk është një gjë e jashtëzakonshme. Wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiq, të na sillat pjesën pjesën që duhet ose kujdeset që duhet ta kemi raport me lajmet, informacionet që na vijnë në veçantë për të tjerë. Tusbihu ala me faltum nadimin. Wa alamu anna fikum rasulullah, këtu e nxjerrin pa vlerën e liderit i cili është i maturum, është i pathyeshëm, është i palekundshëm. E kështu me radhë, dhe një mëri gjërash që i sharuam dhe i shtjelluam në ligjëratat e kaluara, pastaj e përmendëm atë keqësinë e gibetit, shpifjes, gjurmimit, spionllakut, atë pjesën aslën e krijimit me anë të njeriu të njerëzve, shkakum se Zoti i Madhueshëm i ka krijuar, i ka ndarë njerëzit në kështu grupe, në kabile, në popuj, vlera e njeriu dhe cila është ajo gjëja nëpërmjet së cilës ngritet dhe vlerësohet njeriu, është devotshmëria. Inallahu alimun khabir. Allahu qalet al-arab, dhe me këtë pjesë po mbyllim. Qalet al-arab, shifë domethënë ata të cilët ishin futur në fe, rishtas. Amen. Besuam se me besimin e plot. Kullem tu'minu, thuaj ju s'keni besuar. Walakin qulu aslamna. Thuaj më mirë, ne jemi dorëzuar, jemi bërë muslimana. E kemi thënë shahadetin, i bëjmë disa veprime, që kanë bëjnë me islamin, me namazin, me xherimin, po a imani vërtet, ajo bindja e vërtet, a sinqeriteti i vërtet, ajo gatishmëria e plot për sakrificë, edhe nuk është ngjizur në shpirtat e ju. Duhet edhe ca kohë, duhet edhe ca sakrificë,
Edhe sa angazhim apo. Në mënyrë që të ngjizet, në mënyrë që të bëhet pjesë e pandashme. Në mënyrë që të arrijë domethënë këtë grad, duhet edhe pak angazhim, duhet edhe pak lutje, duhet edhe pak domethënë shtim të besimit, bindjes, sakrificës së kështu me radhë. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم domethënë nuk është fut, është rrugës, po ende nuk është, ende s'ka arritur. Që imani të futet në zemrat tuaja. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. Nëse i bini Allahut edhe pejgamberit e tij selam, lejelit nuk ju pakson, nuk ju merr asgjë nga veprat e juaja. Qoftë domana sagrinca. Inna Allaha ghafurur rahim. Allahu është falës edhe mëshirë, domethënë fal shumë mangësitë e juaja, domethënë taksiratet e juaja kështu më radh dhe rahim shumë domethënë mëshirues. Innamal mu'minun, tu i tregon çelë janë besimtarët atë. Allahu thot innamal mu'minuna ikhwa, thot innamal mu'minun, tash e tregon kush janë ata besimtarët. Ato që janë vëllezër njëri tjetrit. Alladhina amanu billahi wa rasulih, se ata kanë besuar Allahun dhe pejgamberin e tij, thumma lam yartabu. Tek ata s'ka vend dyshimi edhe ngurrimi ato. Asnjëherë, asë një grimës të dyshimit, ata nuk lejojnë edhe kur njëherë nuk ka vend edhe jetë në zemrat edhe në mëtimet e besimtarëve. Wajahedu, në anë tjetër vazhdimsi përpjekën, vazhdimsi angazhohen, vazhdimsi si më anë janë njerëz vetmohues, të cilët janë gatshëm të dhurojnë gjithçka, vetëm që tes përpara ka uzë edhe qëllim bie mualihim wa anfusihim. Realisht e ka paraprit pasurinë e pastaj edhe veten e tyre. Pse realisht thotë Ibn Timia, ai cili sjap pasuri, ai nuk është i gatshëm apo që domethënë që të sakrifikoj edhe me veten e tij. Ai cili sjap pasuri, ai si më thon edhe më pak është i gatshëm që të sakrifikoj ose që ta sakrifikoj veten e tij. Asnjëherë. Fise billah. Në rrugën e Allahut më nuk. Jo në rrugën e nefsit ton, jo në rrugën e egos ton. Jo në rrugën e kupton që të na ngritet emri, nami, fama, ku diun. Ulaika humus sadiqun. Këta janë ata besnikët. Këta janë ata njerëzit që janë domthon më korrekt në raport me Zotin, në raport me njerëzit. Kul tu'allimuna Allah bidinikum. Dhe kjo është konteksti i fundit edhe me këtë po e përmbyllim. Thuaj o pejgamberi Allahut, a ju pi mësoni Allahut fen? Kul tu'allimuna Allah bidinikum, se i përket çështjeve të fesë tuaj. A ju po mësoni Zotin domthon se si Allahu duhet t'ju mësoj, duhet t'ju orientoj, çka duhet t'ju shpall, a kupton? E çka duhet t'ju obligoj? Edukat me Allahun e madhnushëm. Wallahu ya'lamu ma fi samawati wal ardi, tregon madhështinë Allahu azza wa jall. Ai din vazhdimsi është në vigjilencë për herë e gjithmonë, kupton? Për atë mbi atë se çka ka në qiell edhe në tokë. Wallahu bi kulli shay'in alim, Allahu është i gjithditur. Yamununa alayka an aslamu, shefetash. Njëherë kul tu'allimuna Allah bidinikum. Apo kur ti jap përgjigjen e mend fes për shkak se të tjerët e kanë qefat fetfa. Ose atë ligjërata, kupton? Ose atë ligjerimi, ose ku diun, ose atë ose servilizmi. Kul tu'allimuna Allah bidinikum. Çfarë thamë të tahrim, janë mbyll dyert e servilizmit të pejgamberit alayhis salam. Yamununa alayka an aslamu, vin të tjerë kupton edhe kërkosen, lavdrohen se na jena bë muslimana, kupton. Kinse me numrin ton tash ti je më i fuqishëm, kupton. Je më i pathyeshëm. Kul la tamunnu alayya islamakum thuaj. Mos më lavdroni mua, mos më kërkosni mua, kupton, me islamin e ju. Balillahu yamunnu alaykum, sa ka që Allahu ka drejt më mburr, a kupton, ndaj juve, e mbi juve. Për çka? En hadakum lil iman. Për shkak të udhëzimit ju tek imani. In kuntum sadiqin, nëse jeni besnik, nëse jeni sinqert me Allahun e mëndshëm. Inna shifesi mbaran këtë sure. Inna Allah ya'lamu ghaiba as-samawati wal ardh. Allah i mëndshëm e din të fshehtën e qiellit dhe tokës. Wallahu basirun bima ta'malun. Allahu është, si më thon, që i sheh veprat e juaja të cilat i bëni vërtetësi. Andaj Allah i mëndshëm këtë sure padyshim ka shumë mësime të begata. Ka shumë orientime, ka shumë cilësirima, ka shumë reflektime, po me lejen e Allahut mëndshëm do të rikthehemi prapë me lejen e Zotit kur do të na jepet mundësia. I rujt i madh Zot. Veprat aty që thonë në hijen e këtij libri madhështor, edhe esni e prosperoni në jetën e ju, në familjet e ju, në ëndrat e juve me këtë libre nëpërmjet këtij libri. Na bashkohet Allah i mëndshëm gjithmonë hajër mirësi. Faleminderit shumë.